Miqtemi, jam këtu, në emër tuaj, për të përcjell një mesazh vllazëror. Të gjithë emigrantëve, të gjithë bijave dhe bive të Kukësit, Hasit dhe Tropojës, në emigracion, asnjë vot për këtë armik të kombit. Unë e di se ka punojës administrate që u luten, u stërluten, fotografom një votën, ma dërgose ma kërkon shefi, ma kërkon ky dhe ai. As një fotografi mos bëni, as një fotografi, qëndroni njerëz të lirë, votoni për Kukësin, Hasin, Tropojën, votoni për vlerat që përjetoni vedet tuaja, mos votoni pashicin e shqiptarve. Sa ata që kërkojnë ju votën për të mbrojtur vendin e punës, ata kryej një gabim të madh shumë. Ju mos u bëni bashkëfajtor me ta. Ju votoni të lirë. Votoni për Kukësin, Hasin, Tropojën, Shqipërinë. Votoni. Për kombin. Dhe jo armikun e kombit. Miqtemi, ky program është programi që bazohet tek djepi, aty ku kemi lindur, jemi rritur, jemi edukuar, tek familja shqiptare, familja Kukësiane, Hasiane, Tropojane, që është shejtrin vetvete, që më konë tek fëmia dashurin për vendin, respektin për prindin, respektin për njeriu. Ne do bëjmë gjithçka që këtë familje ta forcojmë, këtë familje ta mbështesim, këtë familje ta ndihmojmë. Do bëjmë gjithçka që autoriteti saj të bëhet gjithnjë më i madh, fuqia e saj edukuese të jetë dhe më e madhe. Do bëjmë çdo gjë që nëna shqiptare, vigane, të ketë mbështetjen më të fuqishme, në mënyrë që të rrisë fëmijët e saj pa mundime. Do subvencionojmë çdo fëmijë, të parin me 70 euro, të dytin me 60 euro, të tretin nga linja Gjerë 23 vjeç, 100% nga shteti. Do bëjmë gjithçka për t'i mbështetur nëna dhe motrat tona në biznese, për t'i mbështetur në suksesin e biznesit, fermes apo vërtarisë tyre. Ne, si kombë, të gjithë madhështinë radhë pare kemi tek nënat. Ndaj dhe, ata që kërkonin zhduken tonë, kërkonin të zhdukin nënën shqiptare. Edi Rama, gabon rënd. Si një përçars, si një njeri pa vlera, si ai i zënë në faj dhe që është i pa shpresë, sillet nga një takim në një tjetër, me një fjalor të pa denjë, një burrec 2 metra i gjatë, një herë thot,
Njerë thot se burat janë kështu dhe ashtu, duke arruar se burat janë babalarët e fëmijëve të atyre zonjave, janë shoku jetës tyre, janë bashkëtesa, janë harmonia. Herën tjetër, bërtet, ajo që është nda, ajo na duhet më shumë ne. Turpi mamur, po si mund flasish ti se na duhet ajo dhe kjo? Qfar janë ato dhe këto që tu dashka ty, i pa ftyrë, me një gjuhë të tillë flet? Herën e tretë, nxjerr fëmijët përpara dhe në një propagandë absolutisht të dënueshme, 100% të dënueshme, u thot kontrollonin Google videot e tij nudo, burrët dhe me to. Të dashur miq, këto nuk janë rastësi. Jo. Këto janë botë kuptim. Këto janë botë kuptimi atyre të cilët vërshuan, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në botë, kundër familjes dhe vlerave të saj. Është botë kuptimi atyre të cilët thanë se ka ikur koha të quajmë nënën dhe babën babë. Është botë kuptimi atyre të cilët prunë në parlament ligjin për të krijuar fermat e grave dhe për të lindë fëmijë të askujt. Është botë kuptimi pra i njerëzve që kanë humur të gjithat normat morale të njerëzve normal. Por Edi Rama këto s'do kalojnë kur tek Shqipëria dhe shqiptarët. Ti me atë gjendjen tënde mund të bësh ç'të duash. S'do të them tani se çfarë meriton, por me të tjerët, me familjen shqiptare mos luaj se s'do dot kurrë. Me fëmijët shqiptarë mos luaj. Larg duhet nga propaganda e turpshme, e cila është e dënueshme në çdo ligj të botës, në çdo vend të botës. Asnjë vot nuk do marrish ti me këto që bën. Përkundrazi, ndëshkim.